dhe kur pam që është bonusi qeras aty, mendum që është negociat mes banorëve dhe bashkisë Durrës dhe mendum pozitivisht kjo gjëja. Dhe në shërbim të atyre banorëve mendum që do t'i vlej ajo punë, por nuk jemi në atë pikë akoma. Nuk jemi në atë pikën ku banorët kërkojnë bonusin e qeras, banorët kërkojnë anullimin e projektit dhe duke qenë sa nuk kemi fare, nuk kemi pse diskutojmë bonus qerare. Nëse ne do të hyjmë me themel kësaj diskutimit sot për atë projekt, futet një përfaqësues dhe shkojmë mbledhja normalisht. Futet një përfaqësues, nuk ka asnjë gjë të keqe. Çfarë problemi ka? Çfarë problemi ke? Ne futet një mos futet dy problemi ka. Ato është problemi. Çfarë? A ka mundsi? Po. Nëse nuk do ta fusim ne jemi këtu rrugë tani pas njëri ta vazhdojmë ne. Dy vetë. Çfarë problemi ka? Po vetë. Ato storat janë për qytetarët. Dhe ka të drejtë çdo kush të vitë ndjeri çdo lloj mbreti që bëhet këtu. Sot në këtë ditë që ato qytetarët e protestojnë se është cënuar një pronësi, mos vinë këtu dy apo tre, nuk e di vetë se si mund ta zgjidhni këtë, por aty do të ketë një përfaqësi. Ku qëndron problemi? Nuk e kuptoj. Pse do të trembeni ju për këtë? Për çfarë arsye? Do të vinë ato dhe ta dëgjojnë këtë, se ato janë të tregurit në mënyrë direkte. Ose për ndryshë të rinë media. Atëherë, ka një qytetare në shumë prej këtine marrë fjallë, ndërkohë që tasë në mikrofon dhe pa mikrofon, unë kam një diçka që nuk shkonë sot, aty me respektimin e rregullojes nga ana juaj dhe ne gjithë bashkë, që ku i kemi flasë, antarët pa respektuar rregulloren. Në lidhje me shqetësimin, unë dëgjova shumë, po ndonë të mbaj mund sa mundë. Në lidhje me rendin e ditës, zotë Rubia e prakoj dhe sakta ajo që ai thotë që u them, që gjithë kemi votuar plot për të përfshirë në rendin e ditës. Nëse Rubia pretendon që ka kontakt të vazhdueshëm me qytetarë, që normalisht dhe bashkia e ka kryetare e bashkisë dhe të tjerët në radhë, patjetër që duhet ta di dhe nuk mund ta pretendoj sot që kjo pikë e rendit ditës vjen si rezultati i bashkëbisedimi për dje midis bashkisë dhe qytetarëve. Ne do të respektojmë rregulloren, lexoni kryetari lutem rendin e ditës dhe kur të vim te pika që kolegët kanë komente, pyetje, kanë të drejtën e gjithë botës si ta bëjnë, mund të kemë komente edhe unë, por të lutem të vazhdojmë mbledhja dhe në pikën moment që vjen pika që ka shqetësim antarët, jam të lirë të bëj komente dhe pyetje. Tjetër ne do të përgjigjemi. Në lidhje me problemin e parë që më patët për rendin e ditës. Kështu që unë dua të kaloj në fazën e parë. Zotë Rubia, unë dua të kaloj në fazën e parë. Nuk ka rregullore që ty të lejon 24 orë përpara nga bishë. Atëherë kryesia ne prandaj jemi që oj votojmë pro, oj votojmë kundër. Vota ka qenë pro dhe kjo pikë është e rendit ditës dhe nuk lëviz sot. Unë jam antar e kryesive dhe nuk pranoj që kishet nga rendi ditës një pikë që ka marrë vota pro gjithë antarë e kryesive. Lutem të kalojmë fazën e parë dhe pastaj pika e një. Mund përqenë të shkojnë nga doktoresës, ka flerë doktoresës sekretarës, ka flerë. Io
Qëllimi që drejni i grupit tuaj të shikon duhet dhjetë qëllimi e grupit por para se të marrë mendimin. Unë thash që O Gjurni, unë me Gjurni, folë ti, unë e nga ullë, nuk u trofë në qavë, edhe nuk ta të në ullu, unë e në qavë. Po ma akusi në një ku e sus. Prita, nuk ta nga që nuk e di, ndjeni në përshqesi, nuk një këtë dhe në fund që o thash. Pika 13, ka një diskutim të ne, po e bram, të Pika 13 ka një ngërë tash, që ne si kryesi e ka ndohë me mirë kuptim, sepse me ndohë dhe ne si grupë pozitivisht. Ama dim dhe që tjetër që s'ka një dhe fare me projekti. Dhe gjithë të lojë dukte është sa për të dukë që të marrë dhe televizionin që po pra, dhe thamë, me pika 13, e diskutojnë pasaj edhe e fusit përfajsusit. E që të përfusit. Kjo teoria futet tashi nuk pinoj. Faktën nga përvoja muka dhe dikush tjetër e di që përfaqësuesi hyn kur është pika e tij. Po shënësi kamë se ke pika të tjera në basë të thot. Ke pika të tjera në basë informacion, dhe të rria të ullit. Do le të vi, pa doje na thoni të membri. Ate që boni zhurmë ju, e ndeta kohë si kam tanë që mbretin e kaluar. Motra haqë ati mbretin dhe të retoj problemin e tjerë. Mos që më në gjithos. Rësi, ju boni të adër, boni të të juaj. Do të që në s'ka vazhdu mbjede akoma. Në gjitha është pa rekullësi edhe këtë organizë dhe Për miratimin e kërcereve, për miratimin e